Pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit në Turqi, qeveria shqiptare dhe ajo turke do të zhvillojnë një mbledhje të përbashkët, ku produkt final do të ketë nënshkrimin e marrëveshjes strategjike mes dy vendeve. Lajmi është konfirmuar nga kryeministri Rama pas takimit me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ne presim me kënaqësi që pas përfundimit të fushatës zgjedhore në Turqi, të kemi një takim dypalësh në nivelin e të dy qeverive, një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, ku të nënshkruajmë edhe dokumentin e partneritetit strategjik. Presidenti Erdogan u shfaq i keqardhur që kjo marrëveshje nuk u nënshkrua në kohën kur qeveria drejtohej prej tij, megjithatë u shpreh optimist se do të marrë jetën me kabinetin e tij qeveritar, duke mundësuar një bashkëpunim të shkëlqyer mes dy vendeve tona. Yüksek düzeyli stratejik konsey. Marrëveshjen strategjike mes dy vendeve do ta firmosnim kur isha kryeministër së bashku me zotin Rama, por nuk arritëm ta bëjmë për shkak të tragjedisë që ndodhi në minierën e Somas. Tani jam president, por shpresoj që të dy kryeministrat e të dy vendeve mike ta përmbyllin sa më shpejt këtë marrëveshje. Kryeministri Rama dhe presidenti Erdogan kanë zhvilluar një takim bilateral ku është folur për intensifikimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes Shqipërisë dhe Turqisë. Ata patën edhe një takim kokë më kokë, i cili ka zgjatur më shumë se sa ishte parashikuar dhe në të cilin mësohet se kanë diskutuar edhe për zhvillimet në rajon dhe situatën në Maqedoni. Presidenti turk u takua edhe me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, kreuni e opozitës Basha, si dhe mori pjesë në forumin e biznesit Shqipëri-Turqi, ku diskutua për rritjen e investimeve turke në vendin tonë.